Këta jetimër, më të ditë, janë të semur, janë të dim në raport. Ka qenë nëna që i mbande, edhe e semur që. Ajo i mbande dhe tani. Tani janë vetëm të dikta. Ku do venë? Bashkia që ka detyrim, duhet të ndihmojë me gjithë financimeve që ka, të ndihmojë të bëj një shërbetor. Para ca kohë u di babai, më mbrapa fare i vuajti mamaja nga një sëmundje, nuk e di çfarë kishte, edhe vuajti ra në shesh. Pastaj pas vdiq mamaja dhe këta ngelën vetëm. Këta duan ndihmuar, dua të kishin një kujdestar, duhet të kishin të rregullonin shtëpinë, duan një zjarr, donin dru. Janë shumë në një gjendje të keqe. Ju e pat vetë gjendjen e familjes se si ishte, po nuk patën një shërbëtor, një punonjës, një njeri, për shembull që t'i mbajë, t'i ketë në ruajtje, në kujdes, se kanë kohë që as janë larë, as janë ndruar. Unë për vetë time edhe me këto kushte që janë, unë pranoj, t'i mbaj, t'i laj, t'i pastroj, t'i fshi, sepse brenda i kanë të gjitha.